divorci nuk është fundi i botës. Po, përshëndetje. Si fillim, kisha dashur mi thonë një thënie që askush prej nesh, as një femër ose mashkull nuk martohet për mu divorcu më pas. Esenca është këtu, me këtë thënie kom dashur me tregu që nuk është fundi i botës nëse zgjidhjet tjera nuk janë më zgjidhje. Domethënë, nëse të tjerat nuk kanë funksionuar, atëherë mendojmë se së fundmi kjo mundet me qenë zgjidhja për dy personat, ndoshta edhe për fëmijët që janë në atë familje. Esenca është se ndonjëherë ne ndryshojmë pikpamjet tona, ndryshojmë perspektivat tona, ndoshta nuk jemi më siç kemi qenë në fillim të lidhjes apo në fillim të martesës, edhe nganjëherë humbe edhe komunikimi me njëri tjetrin. Kjo bëhet problematike. Çka është e rëndësishme me di që gjatë martesës munden me ndryshu shumë faktor, është edhe ardhja fëmijëve në jetë, dhe ne zakonisht ndëgjojmë këtë fjalën që po duroj për shkak të fëmijëve, e kështu neve na bën si një lloj me dyshje se a është duke ju bë mirë fëmijëve ajo martesë që është toksike apo jo. Në fakt fëmijët janë emituesit më të mirë që munden me ekzistuar, dhe nëse qëndrojnë me një ambient tillë ku ka konflikte të vazhdueshme, ku ka vetëm bërtima ose ku ka injorimet të njëri tjetrit, atëherë ky ka me qenë model që edhe këta kur triten ndoshta kanë me mbet në të njëjtën mënyrë të kërkimit të fatit të tyre. Edhe për këtë arsye ata nuk dinë ndoshta ndonjë mënyrë tjetër për të qenë me dikë. Është problematike me i rrit me këtë ide ata, edhe për atë arsye është ndoshta më mirë me u bë divorci, edhe këta me qenë ndoshta më të shëndetshëm duke qenë të ndarë, si dhe fëmijët janë herë me ne. Po du me ta ndërlidh diçka dhe showbizën, diçka që kemi vrejt një gazetare që shumica ndarjeve ndodhin pas moshës 40. Se ndodh në këtë moshë zakonisht? Në fakt, kur ne kemi mësu psikologjinë e zhvillimit, është psikologjia cila mirë qysh për krijimit në barkun e nënës e deri tek vdekja, kjo etapa 40 vjeçe deri pak para pensionimit quhet si mosha mesme, dhe zakonisht karakterizohet me këtë krizën e identitetit. Është kriza se a jemi ne të lumtur me familjen që e kemi kriju, po ashtu edhe për jetën profesionale, mirë po edhe tek familja ndoshta gjithmonë kanë probleme se a është kjo çka unë kam dëshiruar gjithmonë, a jemi përshtat deri në këtë pikë me partnerin ose partnerin, edhe për këtë arsye ndodhin konflikte spari me veten, mandej edhe me partnerin. Për këtë arsye ndodhin edhe divorcet gjatë kësaj periudhe, për shkak se ata shohin ndër arsyet më të forta mos komunikimi i mirë? Po. Në qef? Në çelësi i gjitha raporteve që ne kemi me njerëzit, sidomos me partnerët edhe me familjarët, është komunikimi. Në mënyrën më të keqe që ne mundemi përfundu një divorc edhe nëse nuk ndohem, edhe nëse jemi prapë brenda shtëpisë, po nëse nuk kemi komunikim me njëri tjetrin, ne veç thuaj se jemi të ndarë. Edhe kjo bën edhe më të dëmshme qëndrimin atë shtëpi. Për këtë arsye edhe ne themi që divorci është hapje ndoshta mundësive të reja për secilin. Ata kuptojnë që secili e meriton lumturinë, nuk do me thonë që duhet me shku në shtëpi edhe me të Po veça mendojnë që sot njerëzit shumë lehtë po heqin dorë nga marrëdhënia në çift? Po, normalisht, na si psikolog, kur kemi këto raste që vinë më referu për probleme tilla... Si gjithmonë vaj nuk shkon? Po, ashtu, se cili qifti ka problematikat e veta, i ka krizat e veta, disa pajtohen që me i kalu ato kriza, po nuk mundemi perceptu njëtë. Jo, se divorci nuk është fundi i botës, kjo është një vërtet e madhe. Por me thonë me kaq lehtësi, për mua është e pa perceptueshme, sepse një martesë e konsoliduar, e cila ka sjellë edhe frytet e dashurisë në familje, nuk mundet me përfundu veç hajt. Po, divorci është zgjidhje. Po a kemi ne kulturë si shoqëri që me u drejtu për seanca psikologjike, për konsultime në çift, a bëjmë hapa para se të shkojmë deri te divorci që me shpëtu atë martesë dhe ndoshta me shpëtu jetën, se divorcet dihet që lën edhe shumë gjurmë tek çiftet, tek partnerët, por edhe tek fëmijët. A kemi arritur në atë pikë sa ne të ndërmarrim hapa konkret për ta shpëtuar martesën, për te komunikimit të dy partnerëve që është çelësi, siç e the edhe ti, por a shkojmë te psikologu, a ka konsulent të çifteve, të cilët japin zgjidhje, solucione të ndryshme për ta shpëtuar martesën ose për ta gjetur pengesën që po e çon atë martesë drejt fundit. Do është mund ndërlidh te kjo pjesa. Unë po të kuptojnë këtë pjesën që po thu, po u themi shumë kollaj këtë pjesë. Jo, nuk është kollaj për neve mi thon këtë pjesë. Mirë po. Jo vetëm ti, në përgjithësi. Po thuhet po, nuk po të shkon ndaju bre. Po, ama une në fillim e ceka që nëse nuk ka mos zgjidhje, kjo është zgjidhje.
Normalisht. Unë po thema, ka zgjidhje, ka zgjidhje për te derës shtëpisë, për te mureve të familjes. Ka shumë qifte cilat kanë qenë rreth rrugës divorcit, mirë po që pastaj e kanë zbulu që këta s'pas kanë komuniku me një tjetrin. Ka ndodhë që në terapi ndoshta kanë fol gjana që ky tjetri ka thona vërtet shtu mendon për mu, ose kundërta. Humbja komunikimit normalisht që është shumë e rëndësishme, mirë po ka edhe raste që mu nuk ka as interes me komuniku. Ka raste që nuk don as me ndëgju mendimin se a është ka me ndonë mirë për ty apo keq për ty. Do më thonë që se këta dy persona janë pothuajse të vdekur për një tjetrin, ti për hatër të fëmijëve nuk mundesh me aktru gjithë jetën.